Është kthyer tashmë në tradicion e Vermosh të festohet festa Shën Pjetrit dhe Shën Palit, një festë e përcjell në shekuj deri në ditët tona. Festë si parapreu kremtimi meshës në nderin të dy shenjteve e mbajtur nga fëmijëtari Kelmendit Ad Viktor Demaj. Në fjalën e tij ai vuri theksin e unitetit mes njëri tjetrit, vullnetin e mirë në zgjidhjen e problemeve. E gëzojmë këtë festë bashku, këtë shenjt i cili është shenjti i shtylla kryesore e Kishës Katolike, masar si i Shën Pjetrit është Papa. Për të arsye është një gëzim i madh që me kremtues bashku, i cili e ka rujt fen dhe ka dhënë jetën për Krishtin. E për të marrë pjesë në çdo mesh, të lypi Zotit falje, penona me zemër, penona për mëkatet, për gabimet, për fajet, për inatet, për urrëtiet, për fjalët e kota, për thashëthemet, për gjithçka që mund kemi bë, ja paraqesim shirës e pakufishme të hyjtar. Skaj me veriori Shqipërisë e vuan më shumë se çdo cep tjetër jashtë dheut plagën e emigrimit, prandaj kjo festë gjen më pak njerëz në këtë zonë, theksojnë banorët. Festohet, po tash jemi taksuar si njerëz. Jemi taksuar si katolik, e parasysh se sa ka shku katolik? Se kur tash? Afërsisht, sa banor ka Vermoshi? Ka afër 300 banorësh. Po në verë, kur vinë emigrantët? Kur vinë emigrantët shkojnë të shumë deri në 500, si më thonë, se dikur para demokracisë kem kënë 1500 banorë, ke parasysh. Tash kanë emigruar të gjithë, çfarë më bën? Bashkë me festën e Shnjonit në Vermosh, si në malësit madhen kënmen, është e lidhur direkt me logun e bjeshve, që logu i bjeshve të ka rrjedhjen nga obori i Kishës, ku janë rreshtuar nunësat gjithmonë, ku janë marrë në fshat, që dikur kanë edhe ka 17 që janë marrë për i vjetë, kurse po thon fatin e mirë, po edhe fatin e keq që tash janë largu, edhe njerëzit janë paku, po gjithsesi sot ardha juaj dhe me organizimin e djemve të Amerikës dhe Patër Viktorit që jashtë përblef Zoti dhe ardha juaj kalu me i ditë gëzueshme, me miqe, me nipa, me mesa, tamam si që meriton Vermoshi edhe festa e Shpjetrit. Aktualisht në Vermosh jetojnë rreth 300 banorë, ndërkohë që para disa vitesh numëroheshin 1500 të tillë, gjithashtu mbetet shumë për të bërë për turizmin në këtë zonë.